Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re nga unë Majlinda, edhe mirë se u rikëthyet ju që më shikoni edhe herë të tjera, edhe tani nuk është hera e parë. Nuk jam me nge si që isha erën e fundit, sepse bëm planin kind of last minute, se është kohë e vranët, kështu që duam të marrim një Uber boat, por që nuk e di akoma nëse duhet të kishim bërë booking apo mund të bëj tani, sepse duhet të shkarkoja një aplikacion edhe do ta shikojmë, por përpara do dalim të ham pizza një herë, se nuk e kemi përfizuar asnjëherë këtë që kids eat for free, se ka në çdo half term dhe pushime, ka gjithmonë siç është Pizzeria Express edhe të tjera që porosit i rrituri dhe fëmijët han falas, kështu që besoj që do shkojmë tani të ham, edhe pastaj do shikojmë se si do ja bëjmë për varkën. Nëse nuk e marrim është okay, thjesht do bëjmë një xhiro nga qendra ose I don't know, por do mundohemi të shkojmë ta marrim. Doja të bëja një reel, të drejtën. Nuk kam shumë turim, kështu që tash po hap YouTube-in më mirë, këtu ku jam unë për herë, edhe që t'rregoj outfitin, krevatin, jemi zgjuar vonë, erjoni pak më vonë, pastaj erdha unë prap, kështu që krevati është shumë rëmuj, kështu që nuk do ul në një vend t'i tregoj outfit, po kam veshur këtë trikon që ma keni parë shumë herë të tjera, me këto jeanset që ka një shekull që i kam, edhe i kam veshur me atlete të bardha, edhe do vesh dhe një bluzë nga sipër, sepse nuk i dihet kohës, asnjëherë, një nga do trikot e leshta me shumë mundësi, edhe do vesh xhupin gri, që nuk është as i ftohtë as i ngrohtë, varet nga koha. Nëse i ka tani, janë bërë gati çapaqullat, jemi ngritur me luftra, me nuk e di, domethënë kjo 7 me 8 kriza, krizat emocionale dhe të moshës, nuk e di domethënë. Te supermarketi, si përfundim, e mora pizza i kam bënë që të piqen. Can I show you something, guys? Hajde, Alena. I mora një është... Take one chocolate. No, nuk e hajta çokoladë. Thank you. No. Po. Oh. It's okay. Ullohajeni një vend lutem. Nëse do të bëj një supermarket haul, supermarket gjysma e bashkëve po themi, se mora goxha gjëra. Edhe mbasi ju këtë video do e shikoni përbashkë, nuk e di se çfarë kam filmuar sa i gjatë të dali tek qysh. Nuk e kam idenë. Nëse mora një rush portokale, majdanoz të freskët, mora dhe erza sot paradite, nuk e di a kam filmuar, mora erza, piper, krip, mustard, mora këtë sheqerin që më duhet për cheesecake, edhe kam sheqer, po hajde nga këto tuna, sepse janë më të shëndetshme se sa shumë budalliqe të tjera, edhe mund të konsumoj me orizë në çdo gjë. Lule shtrydhe, mandarina, mora një recel si kishte mbaruar dhe ky është pa copa. Nuk është nga më të mirë, po ato që janë me copa të lule shtrydhe, nuk e preferojnë të të rinj, se e s'di si ka të copa që dalin aty. 2 djathë grek, sepse kam edhe 2 më duke frigorifer, kështu që se mund të marrim praps. Kisha shumë gjëra të tjera për të marrë, por qatë merja. I mora një Alinas përbashk, sepse është sjell mirë, ndryshe nga një tjetër që do shikojmë si sillet deri përbashkë. Karticeta, unë i mora nga këto të kësaj firme, se janë goxha të lira, por ja ku i kam. Janë shumë të mira. Mora nga këto karotat, që
karota të ëmbla. Mora dhe nga këto. Pasi për të bërë një sallata ose me di. Mora umbuj të njohur. Mora si këto mollët, se janë edhe të vogla dhe të shishme. Limona. Një kështu për gjamat se më kishtë mbaruar, nuk po gjetët aty që kam pas marrë gjithmonë, po kjo është për shumë sipërfaqe, jo vetëm për gjama. Edhe shpresoj të jetë mirë. Qep të bardha, se qep të kuqe kemi gjithmonë, se i përdore jone për sallatra gjithmonë. Kam marrë një kofsh qingji që ta bëjmë bashkë, mora edhe kofsha pule që t'i ham për jo për bashkë. Sistemova një rënçam, tani kam tjetër. Një oriz. Të gjitha këto kanë bërë 100. Që do shikoni gjitha bashkë. Alina tani po bëj diçka, okay? Kastravecat ishin shumë të mirë, domatët ishin mbaruar komplet. Mora patate, se kështu chicken nuggets, mix perimesh në brindje, edhe patate për air fryer, se bën shumë të mira. Edhe kaq, plus 20 e ca bën erëzat që mora edhe gjërat për cheesecake. Bye bye, të merrem pak me lotët e njërës që është lotë të gjumë tani. Di po e mbani mend këtë orën që e kam pas marrë në Temu, i erdhi koha që të vendoset edhe ka dalë bukur. I shkon këtu televizorit. Kemi ditë me shi sot, por nuk ka gjë. E njëroni rëmujen aty. Nuk i vendosa ato fotot këtu, sepse nuk më pëlqenin. Dua të gjej diçka ndryshe. Edhe vendosa prap këto që kanë qenë. Edhe do shtojmë prap, por më vonë. Po thjesht që mos të duket poshtë, më thënë. Ju a tregova the clock. No, the seed one and the seed one in. You can have mine. Oh, thanks. This is for me. I think. Është gjendë babi? This is for me. Edhe mikro pepperoni falas. Edhe mikro margarita falas. I got the order. That's a big one. Ku është mishi qingjit? I'm your Red Bull. Yup. Is this somewhere where he went to the upside down house? Ja, shumë të shtrejt. I hope not, Roel. Oh man, there's a statue of a whale there. Yeah, I saw it. Where? There. That's a shark. You can show this the mushy hand. Mama, you know how. Hello, guys. Opa, Alina. Come on, just here. Oh! How can I see this? This place is awesome! Yay, jemi si në New York, thot Roeli. Shumë bukur vërtet këtu, shumë. Oh, Mom, is the movie Hunger Games for kids? I'm not sure.
not. Down the river. I want to see the face. What? I want to see the face. Hajt dorën mami të lutem. Babi s'ka frikë fare me Alinën atje. What? Is that Jesus? I don't. But what happened? You can swim in that. Is that a Si? Ku nuk të lejnë? Kujdes do ma idhesh telefonin poshtë. Një Uber boat sa po arriti aty. Ta shikojmë do kapim këtë se s'kemi mbyllur orarne. Por ta shikojmë. This is not out. është gati plot. Po mbase do zbresin ca, ha? Why not? We can't see them. Used to. They're arriving at London Bridge City Pier, any passengers for London Bridge, please make your way to the back of the boat. Once again, at the back of the boat. Find one for me, Alina. I can move and you can sit. That's why I keep saying you have to look. St. Paul's Cathedral, Come. Huh? Alina? We're sure to be arriving at Embankment Pier, Manchester Embankment. Make your way to the back of the vessel, disembark. The fast get back of the vessel for Embankment Pier. If there's any passengers for London Eye, telefonin jonë, i nga ujtë lutëm shumë se kam
bye boat. Bye bye boat. Oh. Nuk do me ik nga varka. We can't stay forever. It's just to stop. My only sunshine. Today's the best day. Yay! Bye bye boat. Hello. Tani është ora 8:20. Wow, sa pas ka ecur. Edhe kemi ardhur në shtëpi. Qa morëm dhe ca gjëra në Coca-Cola e ca gjëra kështu. Ka ngelur edhe disa gjëra të tjera, por kam vënë përpara se unë po gatuaj. S'quhet gatim ky se cheesecake është, por i kam nxjerr gjërat këtu, edhe recetën. Biskota që janë vetëm me gjalp. Ky është gjalp unsalted, pa krip. Cream cheese, duheshin 2. Double cream, ky është icing sugar, është sheqer, duhet shumë pak, 80 gram. Unë do e vendos me sy, por është kështu sepse është krijet kollaj, domethënë, për velsira. Nuk gjeta vaniljen siç e kërkonte receta, por është thjesht për flavor më shumë, kështu që unë do përdor këtë që është edhe lëng. Dhe këto mund t'i vendos sipër. Të kisha më shumë do ishte më mirë, po hajde. Unë mbarova cheesecake-un, e bëra domethënë, edhe harrova t'ja tregoja juve. Domethënë e bëra edhe video për reel në Instagram, edhe kështu është kur do të bësh një lloj gjëra në të njëjtën kohë. Ka dalë mirë. Shikojeni, i ndava ato vezët çokoladë në gjysmë, se s'kisha mjaftueshëm, se s'doja t'ja merrja Roelit Alinës. Edhe kështu, i ndava në gjysmë. Të tjerat i thërmova, një që e prisha kur e ndava, e thërmova ja hodha nga sipër dhe të shikojmë si do jetë në shije tani, nuk e di, por do rri gjithë natën në frigorifer sonte. E shpresoj që t'jetë mirë. Më duket se duhet kisha bërë më shumë si sasi, se ishte kjo tepsia pakës e madhe, por do dali mirë. Edhe gjëja tjetër që nuk i kam vënë letër kuzhine anash, por shpresoj që të bëhet mas kompakte dhe t'jetë lehtë që ta heq nga tepsia. Looks delicious. That's it for the moment. Duket sikur gjitha gjërat kishin zgjedhur të mbarojnë për Pashkë. Se nuk është që është pazar Pashkësh, përveç mishit ekstra. Un kam pas me chocolate egg. Okej, e more më në fund. Po do ta shikoj si do sillesh. Mora, letër alumin, 2 copë. Mom, can I show them my necklace? Mora, një shishe verë të kuqe. Guys, show them my necklace. Shife, po. It's a breathing necklace. Po. Është një calming që t'i mësoj të marrin frym kur janë në nerva. Mora edhe uthull të kuqe për salatra e gjëra. Mora ca mishderi
Nuk e di nëse do gjej qymyr për një mini zgarë, po them të vockël që kam pas marrë nga firma. Nëse jo, bëhen ato me domate. Mora një avokado, ta ha tani sepse do më shkoj vonë pa ngrënë, ose ta bëj ta marrë me vete, ca salqiqe, deri, një spec të kuq, sepse i shkon në shto lloj sallate, banane, tuna ton, peshku, gjalp kikiriku, sepse po më mbaron ai që kisha marrë dhe e kisha marrë me kokriza, kishte shumë klip në fakt, shpresoj që ky të jetë më mirë, edhe bukën që ju tregova te ky tregu bio që kemi këtu. Tani nga ana tjetër afër, një sekond më, po bënin, ishte si pazar, nuk e di, ishte shumë gjëra, besoj që janë të përdorura, shumica, ishte piktura e gjëra. Tani unë nuk është se kam dhe kaq shumë kohë të shikoj ose nerva dhe them po të më pëlqejë ndonjë gjë, duhet ta marr ta sjell prapë në shtëpi ose mund ta lej te storage poshtë, por që ta shikojmë. Tani të sistemoj këto një herë dhe shpresoj të mbaroj të lavatriçja me të bardha që ta vendos në tharse para se të ikim edhe nuk gjeta vezë të bardha që të lyen mirë. Tani nuk e di ç'a të bëja, ti provoj ca tani si dalin dhe nëse s'dalin të mira ti marr të bardha, I don't know. Harrova t'i thoja mora vetë këto cheesecake kështu. Shikoni pak, sa të mira më dolen vezët. I bëra vetëm që t'i provoj këto se si dalin me atë bojën edhe duhet bëj pjesën tjetër pastaj kur të kthehem, por janë super duper nice. Sa mirë dhe që kam përri. Jetin si kjo? Po, kështu. Dhe ti luk të ho. Pas ka dhe dika. Sa do? Okay. Okay. Ose më për... A do t'je dhe shqymësht? Ja, unë dua po të qumë. Kemi dhe të qita lojë, oat drink, Tot. Ta shkujnë në këta. Shani e të në plesi, edhe kafe të nëmë, edhe dhe du në shto të shlunë dhe me në të edhe në fala, në të ka në klasë, të ditë, në ere që të të muzeu. Really? Do të marrë javën tjetër, si tonë. Se kërë, se veta më të të vëgocë në të që. Më tuaj se qumë është. Ja. Ba. Klik. Ka pete, s'ka që bëllë të bëllë. Kanë filmi këto po. I like the car. Yes, it is. Nuk e ka pa Daisy ako. Tani kjo boja që u mora në Amazon rezultoi shumë e mirë. Edhe po ju tregoj, e kam vendosur këtu 100 ml ujë, vendosur pak më shumë, por është okay. Edhe është
duket boja shumë mirë. Unë mund t'i shtoj edhe gjysmën, se anyway nuk është se do bëhet kaq shumë vezë pastaj. Se kjo pakuja e vockët, çfarë është kjo? Alina do të pushojë mami, kjo çanta Leila. Edhe tani i vendos një nga një, vezët nuk i heqim nga uji ku janë zier, është shumë ngrohtë akoma. Edhe thjesht e vendos brenda. Do marr një nga këto. Edhe do ta bëj me pak vaj gatimi, jo vaj ulliri. Vaj lule dielli, se që të keni që këtë fajmë vezët me këtë. Super duper, shikojeni? Fantastike. Ndërkohë fusim tjetrën aty brenda, që të marrim në ngjyrën, edhe bëjmë këtë me vaj ndërkohë. Sepse thot që jep një shkëlqim. Shumë e nxehtë. Ndërkohë mbaj mend në Shqipëri bënim krejt ndryshe vezët, por është akoma më e kuqe, prisni ta kthej nga drita. Jo, kështu i bie drita kundër. Më dojë dorën, do t'ja tregoj pastaj. Nxjerrim edhe tjetrën. Edhe kështu mbaroi dita e Pashkëve, pastrova furrën edhe gjithë darkën, më mori për të sistemuar, për të larë, për të pastruar, se nuk më pëlqen t'i lej për të nesërmen. Ndërkohë Alina po shkruan people, sepse po e bëj me voice over tani, edhe lavamani i fundit e kaq përsonte. Është super ndjesi të flesh gjumë kur ke lënë çdo gjë në rregull. Edhe kështu i sistemova gjitha, atë qisën e mbetërina që do e hedhim nesër, kapakun e sobës do ta lej pak të hapur. Edhe kaq. Nesër pastaj merrem me ndonjë gjë që ka ngelur, të tipit këto gjërat e Pashkëve që i kam lënë këtu, edhe ndonjë gjë të vockël. Go, go, go. Go, go. E një sekund Alina. One at a time. Go Alina.
Ouch. Qa të ngull të këmba? Go! Look how much I gave you. Mom, Thank which you. ones are your favorite? These ones or this one? I like Të this gjitha. one. Mua më pëlqejnë të gjitha lulet.